live, fare thot të shih foshnjat në bark, të shih fëmijët, të shih kalamaj. Kuptova, ha. Apo rri live, jo, tani e kuptoj, pra. Apo rri me atë person live që thot të shih fëmijët, ju ka thënë gjithë shqiptarëve ju shih fëmijët, ju shih foshnjat. Apo rri e parupi me ata. I ka thënë, Po, ja një sekundë të kthej përgjigje. Tani dëgjoj Ilën tash si problemi. Problemi shndron komplet ndryshe. Okej? Unë nuk prezantoj këtu Elin. Eli ka bëj vet ka live-in e tij. Unë të bëj një pyetje. Ti ke prezantuar mu për Eli se ka thënë Eli ka shajt fëmijët dhe ti ke thënë po, ka shajt fëmijët, ka bë gabim. Ti e ke përmend, je prezantuar Elin ti. Pra ne po ta bëna këtë pyetje nëse që mos e shkalo pyetje se. Nuk e mandum të fragment, domethënë si ka që ma beti fëmijëve, se nuk po të kuptoj ti Klaj, të betohem. Ore, Eli dele re shqiptare, thot Klajt kurti më shah me fëmijë. Unë vjen tuk nga unë si mon TikTok, po shajta shqiptar. Me fëmijë, unë nuk e hapi mo TikTokun. Kush ja ato njerëz që nëse unë shaj fëmijë. Po të kuptoj, ti po thua që Eli ka thënë që ti e ke shajtur me fëmijë. Po, unë për vetes time, ja shif sharop këtë shqiptar, për kush e ndjek mu, ku unë shaj me fëmijë, dhe ato që ndjekin mu, ja u shif sharop të atinë të gjithë që ndjekin mu nëse unë shaj me fëmijë. Kush prek fëmijët, tuti, bravo të qo. Kush prek fëmijët, po themere. Fix. Dakor, unë për vetes time, me shajt vdekur, me shajt fëmijë, unë për vetes time u sahat ma TikTokun. Unë vjen turp, çfarë di shohin mu këto test. Qofse thua këto, domethënë që fëmia nuk preket Allah ta bëv Zoti, po dhe gratë dhe nënat nuk shahen o plak. Tani, a është e drejtë që Mojësia shkret shukaqa ka me Semi Dubai me shku me pshurë të vorri babës? Po pse do t'japësh këto tema me mua më bu? Pse kërkon? Po se ti rri me Mojësi, më shoqë që po shurën në Varreza. Ti je që rri me të live. Ore, unë e kam respektuar dhe nuk kam folur keq. Po si e respekton një njëri ti që fshurën në Varreza? Ore, një sekund. Ore ti shoqë, i ke bërë ke Varreza cetja, se si kam prindri. O kurti, të lutem shumë, po të përgjigjem flasim me qesi dhe mos bërkasim. Atëherë pyetja është, unë nuk mund të përgjigjem dot për aksionin që ti bën. Çdo reakcion ka një aksion. Se futesh me tjetrin ti pra? Po prit, ore vlla, unë me ty mund të futem, ti mund të jesh dhe gangsteri dhe ai duti më i madh i Londrës. Në momentin që ti gangsteri janë zona tjera, jo njëri që shkon nëpër Varrezë, ojti që po turp nëpër Varrezë. Klajti, në qoftë se ti me mua je në tavolinë dhe ti më respekton mua, nuk po prek atë që është imja, ti për mua je normale. Se qa bën ti në jetën tënde, është punë për ty vlla. Po ti që ulesh tavolinë me ato që pshurë për Varreza, ti je ma keq se ai, ti pshurë dhe babës tatë. Ore djali dashu, pse kapesh te atë? Atëherë do me thënë ti që pas ke shat gjithë familjen dhe gjithë nanat, nga nerva ti që ke me Jo nana, jo, kam shavesh gra une. Po pse më Klaj të arrim deri aty? Të janë grushqima, kretë TikTok-u, kretë grushqima janë. Po mirë pa po kape me personin më vlla, mos e kape. Po ka personi, ti mos i vogël, kush hap TikTok-u, kush i thot vetes jam i famshëm, i shihet gryra si lop. Ka marruaj filën. Po mirë pra, dakor. Nëse ti do, atëherë do të thënë, ti kërkon ideale, kërkon që kjo pjesë mos të preket. Grushqimi i parë. parë. Po faktikisht shanë në ndonjë mënyrë. Grushqimi i parë, do të thënë për që e di tanë historia dhe tanë Shqipëria jam une. Grushqimi i dytë, a kupton, vjen El Parupi, grushqimi i tretë vjen Mojësia, grushqimi i katër. A kupton? Okej, u shpreve, e bëre intrigën tënde, e nxorre prapë te pika jote, tani Jo, ti e të fol gabim, se unë ishte të fol tamam, ti qa bon ti ma hatër mbet, unë tërë, dhe folim si dy shumë të gabim. Po mbetje më vlla, unë nuk përgjigjem për aksionet e tjerëve, unë jam me mendimin që gratë shqiptare, fëmijët, nuk duhet shajnë, nuk duhet futen në të lloj të pisët. Kaq, edhe tani përsëris dhe njëherë tjetër. Aty Pirobit, aty Tel Barupit, i kam besuar që fillim do t'i besoj deri në vdekje. Ore po shani, ore po prisni, bëni çfarë të doni. Tek una i djali ka dhënë provat, ai dhe familjerisht. Më vjen keq nuk ma ishti dot respektin. Tani se çka kanë me Sami Dubai, i sqarofshin vet, i bofshin vet. Janë problemet e tyre, po të më thosh, mua, shaj Klajdi nuk kam arsye pse ta shaj. Po për çfarë ke shajt Semi Dubai për ati? Për çfarë ke shajt Semi Dubai për ati? Po ta bëm pyetje. Po sepse kishe shar për mua. Çfarë s'ka kur? Ai do ta sjell vitën çka ka thënë për mua. O shoqe, po për çfarë çajti si për çfarë ka thënë për mua? Qas më një fare se kush jam. Çfarë ka thënë? Po ka shajt shumë rand. Ka shajt shumë rand. Atëherë ti tani mësu mos shaj eri nga gryja kurse eri mprek nga historia e jetës time, do të thënë. Klaj, të lutem Ilda, me dashuri dhe me respekt. As më ke bëjë, as kam bëjë. Të lutem Ilda, unë të kërkoj diçka, do ta digjenerojmë fare live-in e digjenerojmë. Po të them vetëm kaq, të lutem me dorë në zemër, gratë,
nënat, motrat, lirini jashtë. Jeni bura. Okej, edhe unë do të kisha lut ty, edhe unë ty do të kisha lut ty, edhe unë ty do të kisha lut, ti thush El Parupit, mos u fut ma me njerëzit që shajnë fëmijë, me që unë shakum gra, a kupton se unë nana s'shaj asnjëherë. Shaj njërime. Do të kisha lut dhe unë ty. Mos futi ma me fajerin që shajnë këtë fëmijë të gjithë shqiptarëve. Kosovarët janë shqiptarë, se ne kena me të shtëpi. Dakor, ti e pas. Jo, gjo tani më te kaj shumë më Mos më e plajso si komandoj do të rovë të Gjo rrë pra. mos e thit fare live-in. Gjo pra, mos ma, bo ma, drejt muzilike, ojte. Po nuk është punë me Gjesilika o shoku, unë s'të komandoj do ty, as ti mu. Kush shqiptar, kush është ai që futet me farin live, që shan kretë fëmijë të shqiptarëve, kretë nanët të shqiptarëve, kretë foshet të shqiptarëve, kush futet me farin, është fysqim, familjesim, edhe fëmijësim, se një që ngjon, që thot dikush, qifsha fëmijë dhe ti e ngjon, ai është fëmijësim për vetës. Okej, dakor. Dakor, janë dy tema që mund të më pëlqejnë të ty. Fëmijët nuk preken, ke të drejtë. E dyta të vdekmit është gjunaf i madh, është turpi i Zotit. Mbyllës do flas unë tash, dhe e treta unë do të kërkoj diçka tjetër. Gratë, nënat shqiptarë që me zona moza mos i dëgjom, mos më mbyllës, i dëgjom se më nga edukatës, si e goxha gru, e rritur. Si dhe, më fal. Mbyllës nga thënë moza mu që kanë nda kërvatin, jo ty. Thuj, dëgjom thuj, është më nga edukatës, si e rritur. Të kërkoj ndjes. Atëre, do me thënë. Dakor, jam Kuza për disturba. Okej, fëmijët nuk preken, jam 100% me ty. Vdekmit është gjunave i Zoti mase është trupi i Zotit, po dhe gra dhe motra shqiptare nuk shan. Nëse një femër e ka bo veten halal, po një me këto sherret fusesh dhe familjarët është pak e rënd. Vetëm kaq kisha Ilda. Zgjidhni vetë ju si burra. Okej. Kaq, ata mbyllin me Ildën, ata mbyllin me lezet të Jo, prit, se ti e ke gazet për të marrë unë. E the para funit tani të fund. Ti e the para funit kapakun t'ja vjen unë, se kam marrë unë që vjet, kapakun t'ja vjen unë. Ti ke mbyllin unë kapakun. Jepi. Atëherë. Qa fiton ti që futesh me këto njerëz TikTok? Unë me këtë një, me këto, takim pse më flet në numrin e shumës dhe nuk më flet në numrin e njërës. Ku do me dalë, flajt? Po s'po të flas numrin e njërës ti me Elin futesh, po jam të fol përgjithësi tani. Qa fiton ti, grua e martume, me fëmijë në shtëpi, një vërsi bamirëse, nuk një vërsi sharrazhije ti, dakor, ti një vërsi bamirëse në TikTok. E vërtet është. Po, tani qa do ti mes të armëve me pluma mishi? Qa do ti? Këto gjyrë me pluma mishi, qa do ti? Kur kam dalë këto armë që unë si pas kam parë vëlla, se më po ma e shtrurin fare. Ku i pas Po kam atë dalë për natë arma në live-in tanë, adel arma me pluma mishi për natë ke live jëtë, adel një armë me pluma mishi. Ajo është pistolet me ujë, ma mos arrisni fare sot. Po qa, po atë e pistolet me ujë, si di ka burri me pistolet me ujë në TikTok? Po kote me talë trabin. Po si talë, po qa burri, qa vleri jep... Po pse kaq Çfarë vleri jep një burr, çfarë vleri jep një mashkull, ore çfarë vleri një mashkull jep vetes vet kur del me pistolet me ujë. Tani me pistolet për festa ti, për festa të ta bëni pyetje më të bukur që ta kuptosh ti. Për festa ti. Po pyetje po pse pyet mua burr. Ore për festa ti lodrën që e blen për vetes, pistoletin e ujit e blen për kalamajt. Po dhe për vetër, se në fund fare, sa do të jemi të rritur dhe prapë të ndjesin e shpirtit. Ore të gjo mua, sti sa do të jesh i rritur, prapa të ndjesin e shpirtit, jemi pak bambino në shpirt, ore. Tani, unë nuk e di tashi, po të lutem mos mi bëjbe, unë nuk jam sekretare e Eli të burë të përgjigjem, e kupton, ja kjo është fjala reacione edhe acione. Unë mund të përgjigjem për diçka që mund të më kapi mua në karakter, illa pse e bëm të veprim, se kam pas respekt për ty, po habite me ty, të kthej motra përgjigje. Po të më bësh pyetje, do të thënë për dinjitetin apo për veprimet aktuale që bën një person tjetër, unë si Ild nuk mund të mbaj dot përgjegjësi, a më kupton Ildën? Dhe përgjigjja e tjetër të falenderoj që nuk më ofendove, dhe e katërta, ke të drejtë fëmijët edhe të vdekur nuk preken, Po varrezat, jo, mos jarro dhe varrezat ti. Po, fëmijët e të vdekur të tash nuk preken. Unë të gjatë të mëjtë, unë do të bëj me fol me vete, me Elin futu se e ke shok. Jam vazhdo, nuk kam si Eli që ju fut më ka të dy shoqet e mia që i në ka 4 vjetë dhe të mund tani. Se unë di me të bo, Ilda, po të vura unë të bëmës me hinë TikTok. Për zotin, jam shumë i kesh qënë. Po qatë ka po Ilda ty me ma bo, do me bo, Unë se bes si e boni ajo, si e boni El Parupit, mëra me dy shoqet e mia që i kam ka 4 vjetë. Për mua të janë si motra, se më ka janë dvetit njështë më kanë qëndru ku kam fletë në rrugë. Se unë di kisha shajt ato, të ishin vajzat tjera, unë di kisha bo sët me fol me vetë ato për shemë.
Unë se be do, sepse janë një për një gjë, për një gabim që ndodhe, nuk Jo, mund t'i Allah, ullë ato. që sa ato t'janë përgjigj në kodë vështira, këtë dhe të respektosh Po, ata, t'janë përgjigj edhe në unë prandaj kam lënë ato, se kishin kap 24 orë, pa i bosh e qa, për që unë në fiset në Kastravis, po une, i kam lënë si janë, për mu janë si motra ato, kanë qëndru në ditët më të zeza, ku unë prejam rrugë, a kupton, njëna më gjutë e lekë. Është e sakt, nuk ka Po, rrota. njëna më gjutë e lekë, njëna më thoshtë atë ke buk me hëngër, njëna thoshtë atë me Lirujt zoti aty ku janë, lirujt zoti. Edhe unë ato di femra, prandaj nuk i shaj, edhe pse ato në rrishin lajmëra me Elin, unë nuk mund t'i shaj, sepse s'mund t'a harrej ditë ku prem në hanxar që ka net nga 10 orë me mund telefon. Se Eli u fut më ram bën intrigën që ti shaj unë mram atone, po unë s'mund t'a shaj një femër që ka net me mu 10 orë në telefon, ku më kanë prem me spata. As i shqiptar se Mram në live s'ka parë gjë për si zoti. ke pati, mram u fut me dy shoqet e mia. Njëra prej atine kur më kanë prem me spata, është e vetë një femër që ka net 10 orë me mu, me lot në sy, unë i djegu ftyrën me acit dhe i prem me spata, ka net e femër që ishte më ramet për u bëqeli për çanta, e gjonte. Ka net 10 orë me mu në telefon. Kjo është arsia dhe unë s'mund t'ja hedhi poshtë për një gabim ose për një defekt ose a trema jone. Ja, dëgjoj Ildën. O Ildën, dëgjoj Ildën, dakord jam me ty. Ja, kjo është Ilda dhe gjoj, unë kam qajdi se ka Ilda, me mësu t'i thënë Elit ati Elit Ilda ti, unë kam qajdi, o Ilda dhe gjoj Ilda, la ilaha illallah, shëtë alhamdulillah, kule vallah, bismillah, amin, animo o zot, shëroj shqiptarët dhe për TikTok, se kanë hik komplet për lesh, kush do t'kap numër shume, o la ilaha illallah, zot, Dimoj njëzit TikTok. E në emër të artit birit shet, o inshallah po vdesin kreç. Pushore, prit më një sekond, lutja funit lutem. Në emër të artit birit shet, inshallah këto që japin live dhe i thënë famshëm vetës, inshallah po vdesin në kam për pjetë. Amen. Okej, amen. Tani gjoj. Ja prap dëgjoje. Atëherë mund të më dëgjosh. Tani, unë dëgjoja. Shit, top e strapulla. Tani Gjoilën, të lutem shumë, ta kërkoj me zemër në dorë. Nëse do të mbosh me do të dëgjoj. Vazhdo më jepi. Ja, bes beba si zhau, shku bëhet të bo bebe ti ka. Iku Ilda. Unë si Ild, po ta them kështu. Do të më shash, do të më prekësh të fëmijë, që ti se bosit të fëmijë. O, subhanallah. Tani më rito me të shajt, ti personalisht e fëmijët, që prap për prekësh e fëmijët. Ose mi kanë kap të fëmijë. O, zot një mërë shqiptarët, se kanë një komplet. La ilaha illallah, fol. Okej. Unë si Ild të kërkuj vetëm diçka. Mos të preke nënat, motrat shqiptare, se për zotin është qelë fari. Qose keni muhabet burra shbojeni, edhe fjala ime fundit është, se më ka shaf filani, unë vllai kam dhënë besat i bir nones, si shetet i bir nones. Gjetu nga të që dha ti bir kurve, ka fash për gjithë. Jo, po vati. Oke. Po s'm ka hangën besë, o plak. E besa bukur folet tash për ato gozat, më janë përgjigj ditë vështirë. Kurse mu Eli më është përgjigj ditë vështirë, ju si dini fare, unë e njoh. Qa ditë vështirë, je super boss, ditë vështirë ti Eli. Ore ka qenë një muhabet tu e para shumë vitesh. Ti jem boss, ti ka lek më shumë se Eli, vetëm se mi do vaja rras gjithë. Ore, është e vërtet. I pas ke pas shumë informacione, po ka qenë një punë që kam pas një hall të madh dhe mbase i ditë ta them. Kam pas njeriu tim në hall të madh. E kuptoni se nuk mund t'i them dot gjitha këtu. Është tregu burr, besnik dhe nuk ka jetë dot poshtë. Edhe më në pa gjithë shqiptarët sa burru tërgu kur qatë e mujësia. E pam dhe mëram sa burru tërgu. Dgjoj, unë di që Elim ka sjellë një burru mesazh. Burru tërgova unë mëram që si shajta shoqet e mia, ja i që shatë tjetri ty. Po tash ja mund të komandoj, ai tha Lene Ildën janë gjashtë. Po si s'komandojnë ai aton, ai ka bërë shurrën kokë ti se komandoka si ka bërë si Jean, se komandoka. Ai ka bërë shurrën kokë ti, mojësis. Do ta mbi, Klaj, të lutem, boll të respektova shumë. Të lutem Ilda. Po jo, po them si se komandoka pse më mohon. Oli, se pranon vërtetën, dhe mund vina se pranon vërtetën. Qofse ke kuj me ato, shko zgjidhet, aman të lutem Ila të përgjërohet. Ke thanë 2 fjalë, sa do të më shashun për 2 gjona, do të respektoj. Prej tash i më le ta mbaroj. Te fëmijët të preken të vdekur qofshin xhenetit parajsës nuk preken, Niku. Unë ta them si Ild, dash më shaj, dash më lavdëro. Nënat, femrat shqiptare që nuk e kanë bërë veten për të bërë bje bisede vlla, mos i prek. Sa për El Barupin më shani bori, i kam dhani besë i fedha ajo të qëndroj.
Kaq. Ore që TikToku të më kthehet mrapsh. Nuk e harroj dot bukën që kam hangër me atë birobi. Shkurt muhabeti. Okej. Pa tani dhe një gjatë tjetër, po Parmram, pse e pyet El Parupin ti se ti je pak intrigante. Pse e pyet El Parupin Parmram, ma shpjego pak. Pse ma thua fjalën intrigante? Pse e pyet Parmram ti se ma shpjego pak punën e zallit Kirit. Pse e pyet Parmram? Për zotin as nuk e di si histori të betohet për kokë të vajzave, ju jeni marësor, unë jam tursake. Nuk i di gjitha rregullat, e kam dëgjuar në për TikTok-e, por realisht historinë nuk e di. Të ndani këtë, unë jam marësor, unë jam tursake, këtë shqiptarët një janë që Po një se ka ti e marësor janë tursake. se di si histori, a kam drejt me pyet? Po ti ashtë që të shu tani, nga veriu, ju japin buk me hangër, nga ju ju shtin me barë, është. Nga barë deri në Peshkopi, deri në Tropo Hilda ka shku dhe Allah ta ken. Po historia është ndryshe, çdo vend ka historinë e vet. I gjuj që se kam gju. Pse duhet ta thosh të fjalë, okay? Pse më vrave tash? Po sepse ti e bën e pyetën ti për të rënë Elës, se ti Elës ti Elën në ofendon për kote, Elës ka shetë asnjë. A di që tha Ela për ti një sekund? I thash pret, i thash Elës unë. Çam ka boela mu që unë të flas keq për. Po unë i thash Elës Parmram, i thash po të ofendon. Mos i boni të intriga tash. Unë vesh, ora pasha zoti më çam ka boela Kristela mu që unë ta kap merën, çam ka boela mu më vlla. Ustë ka bëj gjop, pse do të flas keq për? Pse pyet Elin pra çatë më thon zalli Kiri, se zalli e Kirit e kena marrë gjithë Shqipëria se këtë fjalë ka qenë Ela zalli Kiri. Po ka qenë gjithë komentet më burr që shkruan atë vjen ideja me thanon ty, o ti klajt. Pse ndibër me thanë. Po dhe këtu shkruaj për shembull komentet tani, unë po thini se komentet ke live që jam, ty shasojnë për shembull. Unë si lexoj. A kupton sepse s'do më të ranu ty. Veri të ketë drejt, në njerë komentet e shkatrojnë në vërtetë. Aha, pra, ti thuj, bëni pyetje, kur El Parupi është i pari shqiptar, që i ka thonë, Elës ti ke qenë zallë Kirit, edhe Eli ka Po kjo si shprej që bëhet tu marti, sikur e thanon ty, o ti klaj, ti e nga di, pra, pse kur dallimi midis xhamive dhe tyrbeve, unë për shembull besoj shumë në tyrbe. Po s'ka zalli Kirit kush ka është liçeni në Tiranë me shoqe. Zalli Kirit quhet. Ore ti kupton. A ke çka liçeni artificial në Tiranë? Po, kam qenë. Ç'a bot ke liçeni? Ku ti gjon ç'a bot palestër, dalin njerëz që ecin. Po, mrapa pemës. O klajti do ikësh, ama se kam tem tjetër. Lutemi ka në zallë Kirit pra, shishtu i ka met, për ne ka met është ti. Po atë thoshin për unë Elanës o burr, nuk është sigur Elanës, nuk flesnin për atë punë. Kush e hoqi ka, mirë bëre. O ti shok, digjo, ti klajti, mos ma me përkeq, ta the me shpirt të pastër, thoni ç'a të doni, unë atë birobi nuk e shaj dot, më vjen keq. Nuk mund, e kam shok, e kam vlla, e kam mik. Nuk më ka hangër në jembes, as kam për të hangër në jembes. Ty Allah ta bëv zoti që nuk pret fëmit, edhe të vdekurit nuk preket, gabime kena plot, po dhe gratë dhe mota dhe nëna shqiptarët të degenerojnë deri në këtë pikë është gjunaf nga zoti. Ama të lutem, zgjidhni vetë punët e jua, mos më fusni kot në për intriga, ju lutem shumë. Mleni të qetë nallet e mia. Qofse ju doni me bëj intriga, jo me Ida Cerikun se keni për tran keq. Po ju a them trot çfarë keni për tran keq. Pik. Po ju e dil nga policia ti. E ke kap me gjithë smurët ti. E kuptoni e bërë Radio Iliria. Pse pranon live-in më zonja? Ai e burneshti. Pse pranon live-in të flasësh me mua ti? Me që puna mat neve, se puna mas një neve. Hilda rime Elin dhe i Nordvona, a i ka grup, ky ka pur, mund të kemi dhe mua betet tona. Kemi një familje shumë të mirës, kemi asgjë për të fshehur, jemi transparent. Pse ju dish ka kaj shumë ju? Do me thanë, se kanë etur dhe shumë episodet të tjera, se s'mund t'i them do të me emës, do të thonë pse më përmendem. Kanë dhe vonë. Shumë personazhe, ju e dini shumë mirë. Pse pikërisht Hilda dhe Eli po etiketohet? Se s'keni ku t'u kapni më. Gruaja e di që e ka si zonjë, burri me di që gruaja ka. Ku është problemi ju jollal? Se kuptoj, pse po na boni moral neve? Ku është problemi më shok, se s'po e marrë vetë, se s'po leni gjap pa shpif, po s'më shkatronin dot as mu me tim shoq, as atë me grunë e vetë. Ja ma i dutëm në trapi. Ku është problemi? Ku është problemi më shok? Ore qa keni se po ju haj nati. Ikni më vlla, boni vaganca, launi në det. Launi më vlla. Jeni bo esterik më vlla, shkoni boni dashni më vlla, ç'keni me jetën e tjetrit. Shko më launi në det, s'është vapa 40 temperatura vlla. Lironi mendjen. Ku i keni hallin më shok? Qa këto intriga të shpifra që bëni? Ku i keni hallin më shok? Keni 7 vjet.
U çmene se Hilda Bojet, më lumë trapi që bëjret. Ku është problemi? I kam gjithë mirat e botës. Se po mbroj një shok, po do ta mbroj më deri në vdekje, mërse e di qa zemre ka. E di qa familje ka. Do një bën intriga, po plaçet aty ku jeni. Se nuk jam shitur te baba Semi, as nuk du me, as nuk e llogaris fare. E admiroj për barmësi që ke bërë, po nuk e admiroj për gjërat e tjera. Do dali, edhe drejtësia do dali. Po mirë ju që fusni intriga, mirë ju që fusni intriga dhe poshtësira. As një femër nuk i ka rezistu live-it, në atë lloj mënyre, edhe atë lloj bese. Po ka Zot, vonon dhe nuk arron për asnjë. Ta keni të qartë edhe këta. Ju jeni mësuar me intriga TikToku. Unë nuk i njoh intrigat e TikTokut. Unë jam drejt. O më do, o më urren. Pik, nuk ka njërin besun. Se kam 7 vjetë të vitë më thot një njëri, një ore një privat, që unë mund të ke folu keq për dita. Po s'keni bythë ku të kapin. Ju po plasni të kapin një në gabime. Ju po vëtisni keni 7 vjetë që më godisni edhe. Di pse ndodh kjo? Se si u kam dhënë as njërit konfidenca. As njërit. Nuk keni shans juve. Se ju të kishit pas fakte dhe argumente për mu, ju më do të kishin shkatru mu si person. Po si kam bërë kur të gjedhe për këtë rikrenare dhe e qetë. Okej, shani keni vetëm lafe, liksina nga më të shpifurat. Po fakte reale nuk keni asgjë. Pra ndaj flej qetun. Nuk ka njërin besun. Unë jam kjo që jam, edhe pik. Po mjerë ju që jeni njerës të palumtur dhe roni me intriga. Me intriga, po vdisni. Edhe vdikshit aty ku jeni. Se ju roni me intriga. Ku t'ja fusit, ku t'ja bëj këshu, jo po t'a bëj e te. Ju jeni njerës me private. Të më dali një TikTok, ore këshu të më dali me patent, e të më thot që Hilda, ku di unë si që i boni ju intrigat, si që i kam bërë. Hajde ti shajnë filonin, bëj filonin, bëjmë të novela. Unë s'bëj të novela, o shok, unë s'kam nevoj unë. Se unë s'marë kokër legu nga TikTok. S'ma ha fare pyka mu për TikTok. Unë dalë për sport, apo ku kam në i tem të rëndësishme. Edhe me atë që i ka ndodhe Elbarupi, bashkësia e fund për mu, bashkësia ka marrë fund. Po ky djali 16 vjeç duhet ishe quar. Edhe ti më shal gjatë, më Dorina Ashura, se kështu të ta vembi emrin unë ty, okej? Ti Dorina Ashura, ta kam dërguar live-in sot, po s'ke bytë të futesh në live-in tim. Ti nuk ke bytë asë është me mua. Edhe turp të vinën e 3 fëmijëve që na flet, vagjina e ngushtë, vagjina e hapur. Turp kesh. E ti s'pas ke kategori, ti je një raciste i qelbur, je një industrie e qelbur, je një grua e farë, një shal gjatë që të ka dalë ajo surrati si plak e keqe, edhe një saluto. Rob të përshëndeshin Jevgjit, Romët, Golloborzit, Çamën, edhe ta bëfshin atje ke vëra ku e ke. Se i bërë plak esterike, s'ke lën fëmijë, s'ke lën invalid, s'ke lën njerëz të sëmur, tu i maku, tu i bo, ke ju lajm blaj si Zora Gjie, ti je njeri pa bes, o lushnjare Shalqini, o Shalqini, se të shtar trupi, shko në jenë dedo drejq freskohu. Kurse sa pra të tjetrën, no comment se po lodhis shumë gjëra, gjithse kush do marri kusurin e vetë. Edhe sa për djeni timi zymi kora, jo ty, po s'ka pilë some t'i kërkoj falje. Nuk je për falje ti je bes spreme. Edhe vazhdo shaj, se ti ke 7 llafe të pista dhe 2 fjale reale, shqip. Hec. Hec, se do ta marrë dhe ti kusurin. S'ka shans, ta kam dha një herë dorën, unë për ty jam sharë, unë për ty jam degeneruar. O këtej, s'te kam hangër herë në bes, unë ty si ilë në bota si herë, po ti nuk njif ke shoqni, ti s'dike as shoqni as bes. Në rregull. Prandaj, plaçit aty ku jeni, mleni ratna dhe mia, ta kam tanë 100 herë. Sa të kema të burra, të familje dhe të karierë dhe ato kolegë unë për ju si mua hap pyka fare. Kurse sa për Elin, t'ja rruni e t'ja qepni. Kush ka kujnë me Elbarupin, shkoj se në Shkodër e geni. Shkodër e vlla si zotni është atje, 2 metra të shumë. Si zotni është me vlezët e vetë, me tafërmit e vetë, edhe kush bon intriga, ropt ku t'i keni, e mos bofshit pikën e hajrit. Edhe mos e bofshit pikën e hajrit. Ju në jeni burra, shkoni zini me burrat. Ky është e live im. Gratë, fëmijë të vdekurit nuk preken. Po mos harroni se Elbarupi ka diçka, Klajdi Kurti. Me vërtet e tha një llafe të rënd, sepse Sami Dubai e provokoi. Po të nesmen Elbarupi ka dalë në live dhe ka thënë, nuk ndje mirë shpirtrisht se kam thënë diçka jo të mirë për atë fëmijë. E ka thënë si burrat, edhe ka kërku ndjes. Po ju meni vetëm anë negative që ka foleli. Po nuk e keni marë, që a i ka dalë si burë dhe ka thënë. Ja shif shanon në jetës, po më i kida ka dalë.
që qa karakterik ai a njoh shumë mirë sa i peshon llafet ai, e sa vritet ai. Okej? Ka dalë të nesërme dhe ka thanë, o shqiptar nuk ndje mirë, kam thani llafe që nuk duhet ta kisha thënë. More vesh po i një vërsul gjithë, se kur Eli bënte gonfondet, nga ana tjetër bëhesh konkurenca. Ka një ditë e natë ai, e kam nejt unë, e tjetri. Edhe sa më tha donte të merrte një pauzë. O, aman, bëjni dhe këta, po. Ka janë video që ka kërkuar ndjesa i për atë punë. Në rregull. Se kur i bënte bamirësit ishit gjithë atje juve. Kur u shajri me familje, një muj ku ishit juve? Të më dali një njeri që ka hap live-in, ore një njeri të dali, e të thotë që nuk është e drejtë kjo që po i ndodhe Elbarupit. Kush e bëri? Asnjë. Po qa bëjnë intriga tash. Hajde tash të fusim Sherildën, jo me Ilda Cerikun. Në keni prova dhe fakte, mos na çani trapi shumë, hajdeni këtu dhe na i nxirrni këtu. Më ka bonona me peshë mu. Okej? Nuk e njihti fare ju Ilda Cerikun. Më ka bo me peshë. Edhe ma ka dhanë Zoti jetën dhe mirësinë siç e kam shpirtin. Unë kam lek me pagua avokat, e me ta zhdu kategorinë e shtëpisë, po avokat që i peshojnë bolet, e kuptoni juve? Kam ka shlepin. Mi a shkërdhuj jetën e njonit. Prandaj mos më kapni mua as tek një, as tek digniteti, as tek karakteri. Se mjafton vetëm i telefonat 4 avokati kam të në dispozicion kasacion në lartë Tiranës. Edhe ta shkërdhej katalogu dhe ti nuk futesh fare në Shqipëri. E dikteti i kam kaq fuqion. Pastaj bëhem ende nga Europa dhe ta shikosh pidhën e mamit ti dhe kush ta ka bën më të bukur. Mos më shonin deri në atë lloj kategorie. Qartë ideja. Kur të kërcënosh fëmijët e mi, e të bësh ato kërcënime në privat, je i djegur lal. Ose je i djegur zonjë. Ti s'ke byth me i pagu. Unë kam byth me ta byth me pagu avokatën më miljore, më të mirë që ekziston. Për çështje neri dhe për çështje setre. Sa i djalë që shkotësh për çështje setre, se si ka hyrë në hak kurkujt. Ai Elbarupi si ka hyrë në hak kurkujt. Dhe intrigat i matë që ty për vetën e vëtuj. Ka bo vetëm mirë. Pik, argumentin mbyllur. Një që su futa fare për këtë punë, fare sot, fare. Fare si janë futur për këtë punë. U futa për zonjën Dorina Meta shalgjatën e TikTokut. Shalgjatën e TikTokut që e ka hunën si Pinoku që i del për jashta. Se mu marru ma qetë tjerë. Së mbjen do ta se gishti këmës. O shalgjate, o kalogre lushtje. Do të shkërdhej katalogun qatë man. Jete pizza ti, unë do të ve mund të piqka ty. Kur të flasësh për Ilda Cerikun, pyet e bythën mirë. Edhe të përshëndesin, jevgjit, qa janë jevgj, qa janë rom, qa janë majgjyp, qa janë golobortas, shkërdhejan i motra sa i shalgjatës. Se sa ja ka marë jevga bukur, se jevgjit janë tomël, ja ka marë buri nga 2 shekulale, ajo është tha komplet, ja është bësi ato plakat e moqme të azili pleqve, njës drekak, na ka fillu të shina me në nëzirësisat, në nëzirë ato sharët, njële të avlia orë dreq. Njële të avlia. Në qofë se do, se ka dhe i vla zymja beqarë orë ti. Ta sjedhim shu për një saluton e ta sjedhim dhe për i pashaportin e mi shoqe. Me i bo se vap. A kupton ti se t'janë tha ty organet, mos u merr me organet tjetit, qa bon lajp, si e puthi, si e bori, unë boj qef, juve ju pjell namët. Që janë në jetës. Nese, me që doni ta qoni ti të drejt tu me shumë intriga që boni, atë të tregojmë qa ka boj Ilda Ceriku intrigat. Ilda është robi më i drejt që ekziston edhe mu, jo ju më shkërdhata, po mu një moni madhi Zot. Sa i ka thënë kështu, Zoti para, unë mrapa. A kupton jo? Zoti para dhe unë mrapa. Unë jam e drejtë Zotit. E kush më boj gjinof mu, e pagoshi 7 fishin. Ku ju dhe me ku ju djek, dhe ju a thaft Zoti shpirtin. Okej? Ju a thaft Zoti shpirtin. O ti legen, unë e bëra për shakate që tash. Ka i vlla beqar, zymja. Ta regulloj Dorina Metën. Që mos na qaj trapin shumë. Okej? Ishte një batut. Idiot. Zhduki ta profilet e shoku. Po s'ka shans me mu me vlla kanë 7 vjetë mre. Ti pse? Se unë nuk kam bo asnjëherë grup. A e kupton që unë si il nuk kam bo asnjëherë grup. Pik. Unë kam qenë tek pulla. Unë televizionit jeta ime. Gjofse to shurat
Nuk marrisin dot, let ma rrujnë e të ma qethin. Këto meshka po femra kur të qoftë. Kaq. Nuk ka shans to me unë me mund të olim, vlla. Njeri u gabon, falja shtyjnore. Hajde, bujrum gabojnë. Njerëz jemi. Po të merresh me jetën e tjetrit, kjo do thotë që ti jetën e ke bosh më lal. Ti e komplet njëri i palumtur, se nuk ka shans të merresh ti. Ua si ka krefër flokët, ua si ka bërdhëmët, ua ku e ka purin, ua pse po ti po vdes. Po qose unë kam qenë me El Barupin live, moj shura, moj Dorina shura. Qofse unë kam qenë me El Barupin live, për qefin tim të bo gallat, ju keni qenë poshtë si shura. E do përgjigjen tim me ta shite? E kupton ti? Kjo është diferenca midis me dhe juve. Unë kam qenë me Eli, me shokun ti, me vllajin tem për qef, kena qesh, ma ka thënë iq të lapsin, kena bo gallat, edhe më ka shaj se kemi atë konfidencë, unë e respektoj deri në pikën e fundit se e di kur ju pi nervat, ai e di ku mu ju pi nervat. E kupton? I njihemi. Unë kam qenë me Elin për qef në live, po ju keni qenë si shura poshtë të komentu, e tu i hedhë zemra. Mos do të ndrojmë rolin unë të zbres poshtë e tu ju tip një lartë me Elin? Punto di domanda. A ta bëjmë shu, Dorina Shura? O Dorina Shura? A ta bëjmë shu? Unë po zbres poshtë edhe po i qoj zemra Elit edhe tiri lartë. Se ju kam parë shumë që rini poshtë, i dhni zemra. Deri në 6 mëngjesit. Si ka mundsi? Mos po plasnin qik nga inati juve? Si i bie me lek shqiptarë, se me dollari bie keq. Hami Dorina! Ha Dorina Shura, Dorina Shalgjata, që ja ka marrë Jevga burin. Jevga po boj qef, ti po thash aty te Baqa. Edhe turp të kesh, se kam parë një video, po je e turpshme. Je shumë e turpshme. Kush je ti më shoku? Je shumë e turpshme si nën e 3 fëmijëve. Duke fol për vagjinat e grave. Si as mashkull, po je femër mi dhe. Je dhe femër. Kategoria zh. Raciste ndyrë. Të gjithë ta që i ka shajt, ajo shkoni atje dhe ja shkërdheni me account dhe me gjitha. Shkoni atje. Shkoni pra atje. Se ka shajt Jevq, Rom, Gollobord, Sham. Ajo, ama me sa shumë tut është. Po je dhe shumë e shumë tut, moj Dorina. I ke ba to flokës si lefteri, moj Dorina, po je dhe shumë e shumë tut, moj Dorina. Se po vdes për fa, moj Dorina. Ngele hyje dil në për komisariate, moj të qaftë e ilta jetën. Po je dhe shumë e shumë tut, bërë zot. Ty me të vënë jastik, më i motër. Po ti mund t'jesh dhe 2 metra femër, më. Po ty vetë me të fut dersin, më i motër, se ti me të pa 3 djelë të trem. Ore, mos po të dalin dhe mustaqet nga hormonet, më i shoqe. Se s'ka shans, më i gocë. Kjo është përgjigja ime. Ore, Dori, po është shumë e shumë tut, zot na fan, më i ti, është si burr, më i ti. Na hap ka fillu dhe me dekoltet, tashi. Na shane për shal, nxjerr dhe shalë, tashi ka fillu. Ku ti mbase po vdes për burr o burr? Boni termono, vlla. Boni termono, vlla. Futin e jastik në kokë, futin e për ersir. Qa ti themun asajt? Po na vdishen, moj, njona shan jetën private ti Lacerikut. Ky tjetri Lacerikut, po qa keni, mër? Po jetoj dhe pa i Lacerikut, mër, puri dheu. Vazhdoni mër jetën tuj, mër. A keni jetë, mër? A keni i pashaport? Ikni, mër, vla, u thoni. Po ngerët shpi, mër. U dojgjët nga vapare. Shkoni kapini me Hilës e Hilda po jetë. Po mlum trapi që po jetë, o vla. Jeta është e ime, a leko është im. Pun boj qef juve ju pjedhë nëpët. A jeni në Terezimër? A e deshe famën Dorina Shura? Ta dhash edhe famën. Ik tani, mlera hatë. Edhe ajde fol prap në na 3 fëmijë për vajgjinën. S'ke turpske. Se ke bërë vetëm hasëm TikTok. Të dhjefsha të falin që të ka kërku se mi Dubai tu. Unë të kam fol me një për ty me lejken e femër. Po kam folë, sepse flas për dignitet me femër, si që thash Klajti tani. Klajt, të lutem, mos shaj motrat shqiptare. Mos shaj femra femër. Po jo të flasësh ti për vagjinën, se është shumë e turpshme. Është shumë e turpshme. Maske ti mu, po ti si ginekologja ime mi zemër. Më masësh mu temperamentin e trupit. Është turpmin. Mos kujto se me atë video ke bënë në i çmim Nobel apo premio. Je për të ardhur gjunafmi.
Ti dhe shumë të tjera. Qartë ideja. Edhe ju përja përsëris dhe njerë. Mos kujtoni se jam vetëm. Mos kujtoni se Ila Ceriku goditet let. Mos bëni kur dhe kët. Hajdini me fakte. Se keni kaq kohë që më godisni. Se për çfarë arsye nuk e di. Me i kida e. Ju a dash përgjigjen? Fika dhe a heqa ditë ku ma do shpirti mu se më kam pa dhe pa filtra. Një hallin e Ildës. Se keni... Ko? Që